Përshëndetje të gjithëve të nderuar teleshikues, nga edicioni orës 16 pas pak në lajme do të ndiqni. Menaxhim më të mirë të turizmit u premtoi pronarëve të subjekteve. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama i prezantoi edhe projektet në infrastrukturë për zhvillimin e sektorit. Sali Berisha premton se kur të vinë në pushtet do të ndalojë ikjen e mjekëve jashtë shtetit, deklaroi se do të dyfishohen pagat për bluzat e bardha dhe mbështetje më e madhe për studentët. Në 3 muajt e parë të këtij viti vendi ynë është vizituar nga mbi 1.6 milion vizitorë. Shifrat janë publikuar nga instancë sipas të cilave për muajin mars ka një luhatje të lehtë të numrit të turistëve. Dështon sërish seanca për zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit në Kosovë. Albulena Haxhiu siguroi sërish vetëm 57 vota duke mos e zgjidhur krizën politike. Seanca tjetër të dielën. Zhvillohet nesër ceremonia e lam të mirës për Papa Francesku në Vatikan. Kanë vijuar sot homazhe të ditën e fundit, ndërsa interesi nga qytetarët ka qenë i lartë në ceremoni edhe shumë lider botëror. Tani më gjërësisht me materialet e përgatitura në një takim me përfaqësues të bizneseve në Shëngjin dhe Velipoj. Rama theksoi nevojën e krijimit të një infrastrukture që synon turistët elitar. Ai e cilësoi zonën si një ndër më të bukurat e Evropës dhe se meriton një zhvillim me standardet më të larta. Në takimin me përfaqësues të bizneseve në Shëngjin e Velipoj, kryeministri Rama theksoi nevojën e krijimit të një infrastrukture e cila do të synojë turistët elitar. Do të rreqin fuqinë e madhe të konsumit nga ana e kategorisë së turistëve që shpenzojnë shumë. Rama pranoi edhe gabimet në menaxhimin e turizmit në vitet e kaluara. Kemi bërë gabime në zhvillimin e projektit tonë, në të shkuarën, pa llogaritur edhe ato furit e ndërtimeve absurde që janë bërë në fillimet e tranzicionit, por kemi shumë akoma mundësi për të krijuar një infrastrukturë hotelerie dhe infrastrukturë mikpritje shëmbullore. Rama foli me tone optimiste për finalizimin e projekteve të infrastrukturës. Me Milot Balldranin kemi pasur disa vështirësi që kanë qenë të lidhura me procedurat. Në ditë të ardhshme më në fund do të përmbyllet i gjithë procesi dhe do të duhet të bëhet e shpallja e kompanisë fituese për të firmosur kontratën dhe për të filluar punën edhe për Milot Balldranin. Kemi në proces edhe Milot Moriqanin në mënyrë që të përmbyllim gjithë korridorin blu. Për sa i përket projektit të urës së re, e cila do të lidhë Ulqinin me Velipojën, Rama tha se nuk ka patur shumë sintoni me palën malazeze. Nuk kemi pas shumë sintoni me palën malazeze për urën, vonesa, burokratësira etj. Por do të vazhdojmë të shtyjmë për urën, sepse është shumë e rëndësishme që të krijojmë një vijë të pandërprerë dhe kjo do t'ju sillte juve shumë më tepër flukse dhe do sillte edhe shumë turistë të ditës që shkojnë dhe vinë midis dy anëve të kufirit. Kryeministri përmendi si investime në stacionin e ri elektrik në Velipoj, atë të Shëngjinit si dhe bypassin e kësaj zone. I konsideroi malet si miniera are, duke i nxitur investimet në këtë zona. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në takimin me studentët e mjekësisë ka premtuar se do të dyfishojë pagat për mjekët. Ai u shpreh se qeveria e re do të marrë masa për ndalimin e largimit të tyre jashtë vendit, ndërsa u zotua se do të anullojë ligjin që detyron të diplomuarin të fushë të punojnë për disa vite në Shqipëri. Shqipëria nuk mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian në situatën aktuale të sistemit të shëndetësisë, shprehet kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Në takimin me studentët e mjekësisë, Berisha deklaron se vendi ynë po përballet me largim masiv të mjekëve për shkak të pagave të ulta. Ne kemi mjek 4 herë më pak se mesatarja e Bashkimit Evropian. Egzodi i mjekëve u bë masiv. Nuk ka
udhëtim drejt Europës me standarde të 65 viteve më parë të numrit të mjekëve për popullatën. Për të ndaluar largimin e tyre, Berisha u zotua për dyfishim të pagave. Ne do të dyfishojmë buxhetin për shtetësinë, do të dyfishojmë buxhetin për arsimin. Nuk do mund të kesh mjek, as infermier në spitalet apo në shërbimin tonë, në qoftë se nuk i paguan ata shumë mirë. Zotohemi të dyfishojmë rrogat për mjek dhe infermierët. Premtonte ndërtimin e një fakulteti të dytë të mjekësisë. Do të hapim detyrimisht një fakultet tjetër mjekësie. Nuk përballohet. Kanë ikë në vit 1000. Ne shkojmë drejt një shterrimi të frikshëm të personelit mjekësor. Zotohet se do të anulloj ligjin që detyron të rinjtë të mjekësisë që të punojnë për disa vite në Shqipëri. Ai është një ligj antidemokratik, ai është një ligj thellësisht diskriminues, ai është një ligj i papranueshëm dhe ne e hedhim poshtë atë që në mbledhjen e parë të qeverisë. Nuk pritet as Strasburgu, as një lloj vendimi, ai është një ligj që Shqipëria duhet të ndahet prej tij. Ulja e tarifave për studentët e mjekësisë do të jetë një tjetër prioritet i Partisë Demokratike. Ju garantoj që do të jenë jo më shumë se 1/4 e këtyre që janë sot. Ju keni tarifat më të larta në Europë. Ta di çdo student. Dhe ato janë objekt korrupsioni. Qeverinë akuzon për korrupsion. Mafja më e zezë është mafja e sistemit shtetësor, sa ajo ka të bëjë me jetë njerëzish. Ajo merr jetë njerëzish. Ne do t'u japim shqiptarëve shërbimin shtetësor që meriton dhe do ta ndryshojmë me shpejtësi këtë situatë. Berisha shpreh se programi i Partisë Demokratike parashikon investime në sistemin e shëndetësisë, duke siguruar pajisje të reja në spitale, si dhe përmirësim të shërbimit që u ofrohet pacientëve. Në njësinë 10 në kryeqytet dhe Vorë, ku do të implementohet votimi elektronik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ngritur disa stenda informimi për të orientuar qytetarët në mënyrë që në 11 maj të votojnë lehtësisht. Qytetarët e njësisë 10 në Tiranë dhe ata të Vorës do të jenë të vetmit që në 11 maj do të kenë mundësi të votojnë elektronikisht. Ndonse për ta nuk është një eksperiencë e re, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur në dispozicion në disa pika të këtyre zonave stenda informimi, në mënyrë që qytetarët të provojnë paraprakisht për të mësuar si funksionon pajisja. Ditën e zgjedhjeve do jetë partitë përkatëse. Kuptoni? Mund të klikoni këtë doni, mendoni cila është partia juaj. Në ndihmë të qytetarëve janë dhe operatorët teknik, të cilët bënë dhe një demonstrim. Klikojmë një parti e zëm. Në rastin ton është ekipi futbolli i Argjentinës. Edhe mbasi klikon partin, do dalin antarët përkatës partisë. Printojmë votën. Teksa printojmë votën, afrohemi te printeri për ta verifikuar nëse zgjedhjet tona janë sakta me ato që klikuam, dhe siç e shikojmë janë sakta. Mbasi e verifikojmë këtë, duhet të shkojmë përsëri te ekrani edhe të shtypim përfundoi votimin. Pas këtij opsioni vota do bëj automatikisht brenda kutisë. Qytetarët kanë qenë të interesuar, jemi munduar t'ia thjeshtojmë sa më shumë edhe me çfarë kemi parë, kanë ngelur të kënaqur. Këto qendra informimi do të qëndrojnë aktive deri në datën 11 maj. Sa i përket procesit të rekrutimit të operatorëve teknik, thuajse ka përfunduar. Banka e Shqipërisë deklaron se ekonomia shënoi rritje në muajt e fundit të 2024-s, për këtë ndikuan investimet private dhe konsumi i brendshëm. Gjatë muajve të fundit të 2024-s dhe muajve të parë të këtij viti, ekonomia shqiptare ka shfaqur rritje për shkak të konsumit të brendshëm, por edhe nga investimet private, sipas Bankës së Shqipërisë. Deri në 13/4 të vitit kaluar, ekonomia shqiptare u rrit me 4.1% në terma vjetor. Rritja ka qenë e mbështetur kryesisht nga konsumi i brendshëm dhe investimet kryesisht të sektorit privat. Politika fiskale ka qenë përgjithsisht konsoliduese dhe vetëm në fund të vitit përshpejtoi rritjen e shpenzimeve me idenë që të kapte nivelet e kërkuara të deficitit buxhetor. Gjendja financiare e individëve, familjeve dhe bizneseve ka qenë përgjithsisht e mirë. Lufta tregtare globale e muajve të fundit ekspozon disi edhe ekonominë e vendit tonë, sidomos në drejtim të presioneve inflacioniste, nënvizon Banka Qendrore.
Vetëm për të parë se cila do të jetë, po themi, rezultati i këtij zhvillimi që ka ndodhur në tregjet ndërkombëtare, por sidoqoftë në rast se ai shoqërohet me rritjet pasigurisë, ka shumë mundësi që të ketë rritje të normave të interesit, rritje të presioneve inflacioniste dhe kjo të ndikojnë në termat konsumit dhe të investimeve në përgjithësi, dhe sigurisht që edhe ekonomia jonë mund të preket nga këto ndikime. Banka e Shqipërisë thekson se dhe sistemi bankar në vendin tonë ka shfaqur performancë pozitive dhe të qëndrueshme. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, në 3 muajt e parë të këtij viti, vendin tonë vizituan mbi 1.620.000 të huaj, pjesa më e madhe e tyre erdhën për turizëm. Vetëm gjatë muajit mars të këtij viti rezultojnë të kenë hyrë në territorin shqiptar mbi 1.154.000 shtetas shqiptar dhe të huaj. Ky tregues, sipas të dhënave zyrtare të Instat, ka pasur një rritje me 0.3% krahasuar me marsin e vitit 2024. Referuar shifrave të mësipërme, vetëm numri i shtetasëve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 550.000 vizitor. Instat nënvizon se qëllimi i hyrjes së shtetasëve të huaj në Shqipëri gjatë muajit mars, në 96% të rasteve, ishte për arsye personale ku dominojnë hyrjet për pushime apo vizita tek të afërmit. Dërsa një pjesë tjetër e shtetasëve të huaj ka ardhur në vendin tonë gjatë marsit për qëllime biznesi dhe profesionale sipas Instat. Referuar shifrave zyrtare të Institutit të Statistikave, vetëm në 3 muajt e parë të 2025-s, vendin tonë vizituan mbi 1.620.000 të huaj, duke shënuar rritje me 5.9% krahasuar me 3 muajt e parë të vitit 2024. Nga ana tjetër, edhe shtetasit shqiptar që kanë dalë jashtë vendit kanë regjistruar shifra të larta sipas Instat, duke rezultuar se në 3 muajt e parë të këtij viti, jashtë vendit kanë udhëtuar mbi 1.8 milion shqiptar drejt vendeve të ndryshme. Ka nisur në Divian procesi dezinfektimit ai u ndoq nga afër nga zëvendës kryeministri Jan Balluku, e cila theksoi se ky proces është mjaft i rëndësishëm për sezonin e turizmit. Në kuadër të përgatitjes për sezonin e ri turistik, ka nisur edhe procesi dezinsektimit në Bashkinë e Divjakës. Vetë zëvendës kryeministri Belinda Balluku dhe ministrja e Shëndetësisë Albana Koqiu ndoqën nga afër procesin. Interesi është shumë i madh në gjithë ulësirën perëndimore, sigurisht për procesin e dezinfektimit. Dhe në ndërkohë ne do dishim që të kishim pak më shumë detaje se kush është plani, si funksionon, kur fillon dhe aktivizohet, çfarë pritet nga i gjithë ky proces. Procesi monitorohet në vazhdimsi dhe duhet që të kujdesemi që i gjithë procedurat të jetë sa më efektive. Sigurisht që këtu kemi në konsiderat dhe faktin që nuk bëhet vetëm për gjatë vijës bregdetare, por kemi edhe zonat urbane që janë gjithashtu zonat cilat janë në kujdes edhe kryhet ky lloj procesi. Pas Divjakës, procesi i dezinsektimit pritet të shtrihet edhe në bashkitë e tjera, e sidomos në zonat bregdetare. Edhe kjo fundjavë pritet të karakterizohet nga një mot i paqëndrueshëm. Sinoptikanët parashikojnë temperaturat e larta, por her pas here do të ketë rreshje shiu përgjithsisht në orët e pasdites. Kjo fundjavë do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm sipas sinoptikanëve, ku nuk do të mungojnë edhe rreshjet e shiut. E shtuna do t'i ketë më së shumti vërësirat dhe rreshjet prezente, parashikohet që t'jenë her pas here në rrëbeshe, kryesisht në zonat veriore dhe pisërisht në qendër dhe më pak rreshje do të ketë jugu, ndërkohë dita e diel do të paksojë ndjeshëm rreshje, duke bërë që pjesa më e madhe e ulësisë perëndimore të ketë vetëm momenteve pika shiu dhe rrëbeshet të izolohen kryesisht në skajin veri lindor. Temperaturat do të jenë në kufit e 25 gradëve gjatë së shtunës dhe të dielës, veçanërisht në zonat bregdetare. Nesër ka një rënje të lehtë, të paktën me 1 apo 2 gradë në shumë zona ku zbret termometri në 23 gradë dhe sërish ngjitet ditën e diel në 25 gradë. Java e ardhshme pritet të ketë një përmirësim të kushteve atmosferike dhe rritje graduale të temperaturave, nënvizojnë sinoptikanët. Ka dështuar për të 5ën herë zgjedhja e kryetarit të kuvendit në Kosovë. Elbulina Haxhiu mori 57 vota, aq sa siguroi në seancat e kaluara. Opozita nuk tërhiqet duke kërkuar një kandidaturë tjetër. Ka dështuar përpjekja e 6 deputetëve për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Elbulina Haxhiu as kësaj radhe nuk ka arritur të marrë më shumë se 57 vota për kryetarin të parlamentit. Partitë politike vazhdojnë të mbajnë qëndrime të njëjta. Vetëvendosja nuk do që të ndryshojë emrin e kryeparlamentarit. Kjo vetëm mundet me vu emri se ndoshta opozita
është duke e mendu se ata aktualisht përkundër deklarimeve të tyre nuk i kanë votat për qeveri të opozitës. Opozita nuk e duan emrin e Haxhiut si kryeparlamentare. Mirë kesh me qenë me i thirë mendjes, me i thirë arsyes dhe me i thirë përgjithësisë qytetare, lëvizjave të vendosje edhe me ndru kandidatën. Ja ma shumë vota ko Albin Kurti, le të qesën Albin Kurti. E Haxhiu thot se janë të gatshëm të shkojnë në zgjedhje nëse ajo nuk votohet për kryetare të parlamentit. Në qoftë se ata refuzojnë që ta konstituojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës, atëherë është e qartë që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Seanca do të vazhdojë të dielën. Besimtarë nga i gjithë bota po kryejnë homazhe në Bazilikën e Shën Pjetrit në nder të Papa Franceskut. Sot është dita e fundit e homazheve. Ceremonia mortore zhvillohet të shtunën në orën 10. Bazilika e Shën Pjetrit u rihap sërish mëngjesin e sotëm për të lejuar besimtarët që duan t'i japin lamtumirën në fundit Papa Franceskut. Fluksi vazhdoi gjatë gjithë natës deri në orët e para të mëngjesit. Bazilika do të jetë e hapur deri në orën 19 në mbrëmje, kur do të zhvillohet edhe riti për mbylljen e arkivolit të Papës. Deri në orën 19 të ditës së djeshme, mbi 90.000 njerëz bën homazhe në arkivolin e Papës në Bazilikën e Shën Pjetrit dhe gjatë natës llogaritet se fluksi i besimtarëve mund të ketë kaluar 100.000. Nesër në orën 10 do të mbahet ceremonia e varrimit në sheshin Shën Pjetër, më pas transferimi në rrugët e Romës deri në kishën e Santa Maria Maggiore, ku edhe do të varroset. Varri ku do të prehet është i përbërë prej mermeri ligurian dhe do të ketë vetëm mbi shkrimin Franciscus si dhe një kryq. Synohet që gjatë gjithë rrugtimit rreth 5 kilometër do të jepet mundësia pjesëmarrësve të tjerë të japin lamtumirën e fundit Papa Franceskut. Në ceremoni, një vend të rëndësishëm do të zënë gjithashtu edhe grupe refugjatësh e emigrantësh ilegal, si dhe të varfrit, të cilët kanë qenë prioriteti Papa Franceskut. Kardinali Giovanni Battista Re, dekani i Kolegjit të Kardinalëve, do të kryesojë meshën funerale e cila do të kremtohet nga patriarkët, kardinalët, kryepiskopët, piskopët dhe priftërinjt nga e gjithë bota. Rreth 2000 forca policie do të jenë në detyrë, të cilëve do të bashkohen mijëra oficerë të tjerë dhe forcat e sigurisë kombëtare. Veç trupave të policisë dhe ushtrisë në Rom do të aktivizohen të shtunën edhe sisteme kundër dronëve dhe raketave, si pjesa masave në rritje të sigurisë, ditën kur në qytet do të jenë udhëheqës nga e gjithë bota. Të gjithë rrugët do të mbyllen përreth Vatikanit të shtunën. Zyra e protokollit të Sekretariatit të Shtetit të Vatikanit raporton se janë konfirmuar deri më tani 130 delegacione në funeralin e Papa Franceskut të shtunën në mëngjes, nga të cilët afërsisht janë 50 krye shtetesh dhe 10 sovran mbretëror. Shqipëria do të përfaqësohet nga presidenti i Republikës Bajram Begaj, i cili u ndodhet në Itali. Nga liderët botror kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre presidenti amerikan Donald Trump së bashku me zonjën e parë Melania, princi William i Britanisë, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, si dhe ai francez Emmanuel Macron, si dhe shumë lider të tjerë botror. Tregjet e bastave kanë nisur me parashikimet se cili do të jetë pasuesi i Papa Franceskut. Platforma e famshme Polymarket, që parashikoi fitoren e Donald Trump, parashikon që në krye të së listë së shenjtë do të zgjidhet sekretari aktual i Vatikanit Pietro Parolin. Teksa kardinalët katolik përgatiten për konklavën që do të zgjedh pasardhësin e Papa Franceskut në krye të së listë së shenjtë, disa tregje bastash parashikojnë që në krye të së listë së shenjtë të jetë Pietro Parolin, sekretari aktual i Shtetit të Vatikanet. Parashikimi bëhet nga platforma e famshme online Polymarket, që parashikoi fitoren e presidentit amerikan Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të nëntorit të kaluar, ku kompanitë tradicionale të sondazheve i jepnin fitore të ngushtë rivales së tij demokrate. Pietro Parolin, bashkëpunëtor i afërt i Papa Franceskut, shihet si kandidat potencial, si një figurë konsensuale mes dy rrymave mbizotruese të kishës katolike, konservatorëve dhe progresistëve. Pas tij renditet Luis Antonio Tagle, filipinasi, që mund të bëhet i pari pap nga Azia Juglindore, Matteo Zuppi, italiani që po ashtu si Pietro Parolin, mund t'ia rikthejë Italisë papatin pas gjysmë shekulli, dhe Pierre Turkson, ganezi që mund të jetë papa i parë me ngjyrë në histori. Platforma funksionon në parimin e bursave, ku përqindja e fitimit rritet në përpjesëtim me numrin e pjesëmarrësve që parashikojnë sakt fitoren apo humbjen e një kandidati. Teleskopi amsinor i NASA-s ka zbuluar një planet të ri, nuk ndodhet larg nesh dhe është i mbuluar me magmë vulkanike.
Zbulohet një planet i vogël që ngjan me një komet. Ndodhet pranë tokës në terma kozmik vetëm 140 vite dritë larg nesh dhe po shpërbëhet me shpejtësi të lartë. Arrit të kryejë një rrotullim rreth yllit mëm në vetëm 30.5 orë, duke humbur një sasi të barabartë me malin Everest dhe sipas përllogaritjeve do të zhduket plotësisht në 1 milion vite. Është vrojtuar nga teleskopi hapësinor TESS i NASA-s nga një grup kërkuesish të Massachusetts Institute of Technology dhe puna studimore është publikuar në revistën The Astrophysical Journal Letters. Deri më tani janë zbuluar rreth 6.000 egzoplanet, pra që ndodhen jashtë sistemit tonë diellor, dhe vetëm 3 prej tyre kanë bisht si rasti në fjalë. Planeti i ri zbuluar me siglën MBD 05-4868 AB ka një masë më të vogël se ajo e Mërkurit dhe orbiton rreth yllit të vet rreth 20 herë më pranë. Mendohet se është i mbuluar me magmë vulkanike që arrin deri në 1600 gradë Celsius pikërisht sipas rrotullimit kaq afër me yllin e tij. Kjo mas magme ftohet dhe shpërndahet në hapësirë duke krijuar edhe bishtin që zgjatet rreth 9 milion kilometra pas. Fenomeni është rrjedhojë e masës së tij mjaft të vogël, pasi kjo sjell gravitet të dobët e sa më shumë masë të humb, aq më tepër dobësohet forca gravitacionale në një rreth vicioz pafund. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmi. Faleminderit që na ndoqët.